Pyetja e parë, çfarë janë varësitë? Atëherë, siç e thash Fation, varësitë janë një temë goxha delikate. Janë gjithëpërfshirëse, ne duhet kuptojmë që kur flasim për varësitë, kemi kaluar përtej dëshirës. Varësia ka të bëjë drejt për drejt me humbjen e kontrollit, i cili më pas ne shikojmë që afekton në jetën e individit marrëdhëniet, përditshmërinë, punën, shkollën e të tjerë. Kur flasim për varësi, duhet kuptojmë, siç e thash, që kalojmë përtej dëshirës. Të gjithë ne mund të dëshirojmë të konsumojmë për shembull një herë alkool, apo dikush mund të ndezë një cigare me një mik, por kur flasim për varësi, duhet kuptojmë që kjo del përtej fushës tonë, dhe aftësisë tonë për ta kontrolluar. Si ta kuptoj që jam i varur nga diçka? Hapat e parë që unë duhet kuptoj është cikli i varësisë. Siç e thash, në fillim është dëshira, por duhet kuptuar është një dëshirë apo është një nevojë. Në rastet e varësive kemi nevojë. Varësia vjen si shërben më saktë si një qetësues emocional. Pra hapi i parë i ciklit të varësisë është një shqetësim apo ngacmim emocional. Hapi i dytë është dëshira apo nevoja për të konsumuar apo për të bërë të kompulsionin e varësisë. Hapi i tretë është mungesa e aftësisë apo një nivel aftësie minimal për ta kontrolluar këtë kompulsion apo veprimin apo sjelljen. Dhe ne do të shikojmë që pasi ne kalojmë këtë cikël, përsëri ngacmohemi. Përjetojmë ndjenja faji dhe ndjenja të turpit, që pse e bëra këtë veprim përsëri, që në vetvete është përsëri një ngacmim emocional, i cili na bën që cikli të përsëritet. Është ngacmim emocional, por para se të shkojmë aty, ta thjeshtojmë pak. Si fillon dhe si kthehet në varësi? Fillon nga një mendim, fillon nga një kënaqësi e shpejtë e momentit dhe pastaj kthehet në varësi duke e përsëritur shpesh? Zakonisht varësitë fillojnë në moshën e adoleshencës dhe këtu ne duhet kuptojmë që në moshën e adoleshencës individi, adoleshentët kryesisht janë shumë kurioz, mund të kenë kurreshtje, mund të përdorin substanca për shembull thjesht për të bërë pjesë e grupit, apo për të qenë në trendin e momentit. Mirë po, gjasa që dikush të krijojë varësi dhe një tjetër person jo, lidhen kryesisht edhe me faktor biologjik, lidhen me faktor social, me faktor të modelimit të sjelljeve, ambienti i familjes nga i cili ne vim, pra janë një sër faktorësh që ndikojnë në apo përcaktojnë predispozitat për të krijuar një varësi. Kur themi faktor biologjik, ka të bëjë dieta, ushqimet, ka të bëjë pjesa genetike, a janë varësitë e trashëgueshme? Po, janë të trashëgueshme në dy drejtime, qoftë gjenetikisht, qoftë si një sjellje e mësuar. Për shembull, nëse një fëmijë ka njërin prej prindërve apo një adult të rritur pranë tij që e ka problemin me varësitë, për shembull, sigurisht që po marrim një shembull, kam njërin nga prindrit të varur nga alkooli. Kjo trashëgohet ke unë genetikisht apo trashëgohet si sjellje? Në të dyja format. Në të dyja format. Mund të specifikosh si ndodh genetikisht? Genetikisht, siç trashëgohet çdo çrregullim me natyrë psikologjike, por edhe çdo sëmundje tjetër. Pra, janë faktorët gjenetik që përçojnë informacionin dhe trashëgohet tek individi pasardhës. Në rastet e sjelljeve, siç po e thoja, lidhet kryesisht me atë çfarë fëmia mëson të shoh. Në momentin po, është ajo që marr. Nëse shikoj një prind që është i zgjidh, po themi, apo përballet me vështirësitë e jetës, duke ju drejtuar varësisë, sigurisht që kjo është një sjellje që mua më përforcohet edhe gjasat janë që unë ta përsëris nesër. E kuptoj që jam i varur nga varësia, nga një varësi e caktuar, sepse pastaj unë do të pyes shkurtimisht specifikisht për disa nga varësitë.
e kuptoj, jam i ndërgjegjshëm, mirë po është momenti kur fillon më ngacmon me mendimi që ta bëj atë veprim, pra ta ripërsëris ciklin. Çfarë duhet bëj në atë moment? Sepse filloj mbushem me djers, mund të kem dëridhje, mund të kem çfokusim, kryesisht mund të kem, më duket sikur është, domethënë gjithçka e turbullt, nuk arrit të përqendrohem, sepse çdo mendimi im shkon ke veprimi. Si duhet ta ndaloj në atë moment? Të gjitha këto që ti A duhet ta përmende, luftoj, a duhet përballem, a duhet ta lë të rrjedhi, apo duhet ta bëj si veprim që të kem mundësi të qetësohem? të gjitha këto që ti përmende Fation, në fakt ndodhin në momentin që individi tenton të kontrollojë impulsin, apo të mos i bindet impulsit. Dhe ajo çfarë shpesh bëhet gabim në këtë rast është që individi fillon të gjykojë veten, apo fillon të luftojë mendimin, jo nuk duhet ta bëj. Mirë, ajo që ndodh zakonisht është që në momentin që individi lufton mendimet e tij, zakonisht ndodh që mendja të thotë që jo, do ta bëj edhe sot dhe nesër nuk ka më. Apo nëse tendenca e individit është që të thotë unë nuk do ta bëj më kurrë, kjo sigurisht që shkakton tension. E marrim me radhë, kur mendja më thotë kështu, çfarë duhet bëj në atë moment? Hapi i parë që është do ta goxha e bëj sot, nesër rëndësishme, nuk do e bëj më. hapi i parë është që të evidentohet së pari ose më saktë të njihet fakti që unë e kam bërë dhe herë të tjera këtë gjë dhe nuk ka qenë kështu. E nesërmja përsëri më ka treguar që unë do të shkoj përsëri tek varësia. Pra do ndodhi një Pra eksperienca më tregon që cikli përsëritet dhe nuk funksionon. E dyta është që unë të kuptoj dhe të emërtoj saktë atë që po ndodh. Të kuptoj që është impuls dhe mos e atribuoj, mos e etiketoj veten time dhe të them jam e paaft për ta menaxhuar. Por të kuptoj që është impulsi. Në momentin që unë kuptoj që është impulsi, e kam më të lehtë për ta ndarë atë nga vetja. Nuk identifikohem me të, por është një sjellje që unë e bëj. E dyta është të kuptoj kush janë nxitësit. Çfarë nxiti, çfarë e prishi qetësinë emocionale të momentit dhe më detyroi mua të më nxitet dëshira për të kryer impulsin. E treta është që kjo është relativisht e vështirë në fakt që të bëhet vetëm, megjithatë në rastet kur individi ka mekanizma relativisht të shëndetshëm, mund të aplikojë teknika të frymëmarrjes, të grounding për të qetësuar gjendjen e momentit dhe hapi më i rëndësishëm është ta shtyj impulsin me disa minuta. Në momentin që impulsi shtyhet, ai do të shikojë që kurba pasi ka arritur pikun do të filloj edhe do të bjerë. Dhe kur bie dhe qetësohemi emocionalisht, nevoja për të kryer impulsin, pastaj gjatë kohës që shtyen impulsin. Për ta kuptuar gjendjen duhet të jesh në pucët e qenies. Po mundohemi të futemi në atë veprim. Gjatë kohës që unë po e shtyj impulsin, është një luftë shumë e madhe që unë kam me veten. Çfarë veprimi duhet bëj përveç frymëmarrjes, se nuk po më qetëson frymëmarrja? E para, duhet bëj diçka tjetër, ta heq mendjen nga impuls, apo duhet ta analizoj, ta mbimendoj? Në fakt asnjëra nga këto, mbimendimi apo shmangja, të dyja ushqejnë ciklin. Ajo që rekomandohet zakonisht është që unë të qëndroj me gjendjen që kam, dhe kur themi aplikimi teknikave të frymëmarrjes apo grounding, nënkupton gjithmonë përballimin e këtij momenti, e këtij qëndrimi që unë them. Pra kur themi qëndrojmë me nevojën për të kryer impulsin, nuk është e lehtë, sidomos nëse ti fillon dhe analizon. Analiza shpesh çon në gjykim të vetes, dhe kjo ushqen ciklin. Në momentin që unë qëndroj dhe them ok, është impulsi, unë e njoh këtë, aplikoj teknikat e frymëmarrjes apo grounding në mënyrë që të ndihmoj ciklin e qetësimit më pas. Zakonisht rekomandohet që pas kësaj
individi të ndryshojë ambientin në cilin është, sepse ndonjëherë aty ku nis impulsi është e vështirë që të menaxhohet, por mund të shkëputet, mund të dalë jashtë për të marrë pak ajër të freskët, mund të telefonojë dikë. Është gjithashtu shumë e rëndësishme të kemi një rreth mbështetës që na ndihmon për të kaluar pikërisht këto momentet e krizës. Telefonojmë dikë jo për të shpërqendruar, por për t'i thënë që është momenti ku unë kam këtë impuls. Kjo na ndihmon gjithashtu për të mos u ndjerë Sa i sigurt në jam që nuk fal. do paragjykohem. Prandaj përmenda rrethin e mbështetjes. Zakonisht ne në terapi, një nga gjërat e para që bëjmë individët është që të marrim informacion mbi rrethin mbështetës. Mund të jetë një familjar, mund të jetë një shok, mund të jetë dikush i afërt me individin që ka varësi. Në momentet e krizës është shumë e rëndësishme që individi ta ketë këtë rreth mbështetës apo personin mbështetës pranë tij që ta ndihmojë të kalojë pikërisht këto momente të krizës.